Ajo më hyri në lëkur, nuk mund ta shpjegoj se si. Diçka ndodhi mes nesh që në shikimin e par ishte qartë një lloj tërheqje e gër, dhe njohëm njëri tjetrin. Më pëlqeu qëndrimi i saj, edhe pse pak sa mendje ma. Vet fakti që kishte guximin të më kundërshtonte më frymëzoi të vazhdoja. Nuk i kushtoja më vëmendje bukurisë së saj, fytyrës së saj, buzëve të saj. Por më ushqeu sfida, më zgjoja të mendje madh si në fshet brenda meje, që gjithmonë e kisha mbajtur të fshehur. Pa vedije më detyroj të pranoj se jemi të njëjtë, dhe kjo më nervozoi shumë. Mendoja se vetëm unë e kisha dozë pozitive të sjelljes së paci. Për një qast më bëri të ndihem si mbret, për një qast u bëra sklav. Problemi vetëm ishte se si mbret ashtu edhe si sklav. Pra sa i ndjesha i përsosur.